Por si ka arritur ai që ta menaxhoj karrierën kur ani pse kanë kaluar më shumë se 2 dekada, atë kujtojmë si një personazh që ka qëndruar larg skandaleve. Është pak e vështirë, për arsye se vjen një konkurrent i ri, edhe ta prish tregun, ta prish çmimin, mesa tash ka edhe fytyra të bukura të meshkujve, po e mbajnë veten, po kujdesen për vete, shkon me një çmim tjetër ose bën skandale të ndryshme tash në rrjetet sociale që mos më pëlqejnë as pak këto skandalet ose me thonë ka llaj mundesh mudhëz brenda natë se është shumë e tjerë sot. Një skandal e bën e poston edhe ti rrjetet nesër janë veç haj edhe po unë nuk kam dash me kon pjesë këtij në skandaleve, kam dash me rujt veten këtu, me kon pak më fanatik ndaj vetes, që të paktën mos më shqu ose mos më flit si bekimi i skandaleve. Thjesht unë kam dash me kon kështu. Ky që jam, kështu me mbet dhe kështu me vazhdu, edhe pse konkurenca bën të veten, tyrat e reja bojnë veten, po shqyqy për zotë unë kam arrit me mirëmbajt veten mirë, këto vite që i kam jam super mirë, hala fintak i ri jam ish pak i përdorëm. Pak shaka. Më tutje Bekimi vazhdon të tregoj se tash e 2 vite është transferuar në Austri, ku me bashkëshortën dhe 2 vajzat kanë rifilluar jetën në këtë vend, duke thënë se është përshtatur goxha mirë. Bashkëshortja ime me një vend pune ku ka qenë të punu këtu në Kosovë, ka pas kohë trajnimet e jashtë atje dhe ja kanë ofruar një mundësi të mirë. Unë jam gjithmonë përkras i këtij gjana familjare, edhe e kam përkrah, s'ja kam dalu. Edhe e mendova pak a shumë tek pjesa e fëmijëve, te pjesa e vajzave, që të paktën puna shkollimit dhe një jetesë më ndryshe, pse mos me provu diçka më ndryshe. Për mua është pak vështirë, me të drejtën, se apet fëmija në shkollë marrin veten, bashkëshortja ajo veç e ka punën atje. Është pak vështirë fillimi se po shkon me një vend ku nuk njeh askush. Po shkon me një vend ku se njeh askand. Po shkon me një vend që duhesh me ndërtu prej zeros, si nga ona emocionale, nga ona e mu integru në atë shtet ku je aty, gjuhën më jam mësu prej fillimit, gjitha gjanat krejt, po unë që jam person i gjallë dhe i dëpërtushëm, për 2 vjet mirë jam, po tham ka erë ozot që arrita ka shpejt me depërtu, me gjetë lidhe, me gjetë shoqëri, mu antarësu do agencione të modës atje. Për fat mirë tash janë këtu mundësit e reja të s'ki nevoj fort me shku me ngajt ose me lyp ku janë, po në rrjetet sociale dhe internet kontakton, edhe tash veç po pres oferta të reja dhe mundësit të reja dhe atje me depërtu në këtë tregun e modelingut. Për këtë temë ai shton se tregu në Austri ka dallim dhe sa i përket çmimeve të kontratave për modelingun, ama Bekimi thekson që vetvetja ndihet në vendlindjen e tij, ani pse aktualisht është duke shqyrtuar mundësitë e depërtimit jashtë trojeve shqiptare. E çka ka drejtë Bekimi e kuptojmë së bashku tani. Kem të prek ka pak aty këtu, si në Kosovë, si në Austri, tash koha veç ka fillu pak me kanë pak ma nxehtë, ma ndryshe. Edhe këtu në Kosovë tash i kam pas do projekte, një kam përfundu që kemi pas, po pres tash do tjera, do gjirime, do photoshooting, për do brende të këtu në Kosovë që janë. Jemi ti diskutu, jemi ti shqyrtu qka mujna me bo ma shumë, se unë adiqysh tash unë e kam kone limitume. Jam me kidat këto, me kidat shkoj. Por a do të dëshiron të modeli kosovar që vajzat ta trashëgonin profesionin e babait të tyre. Se përket bashkëshortja, sa gjithmonë ka pas qef me konën hije në kësaj pjesës, edhe unë gjithmonë e kam rujt atë edhe e kam respektu këtë privatësinë e saj, s'kam dashur me shfaq. Vajzat sa kanë qenë këtu i kam pas aktive pak a shumë në pjesën e modelingut, në teshe veshe për fëmijë.
Po, nuk më pengon kjo pjesë. Nëse veç dëshirojnë ato vetë me ndjek këtë rrugë, me kanë pjesë në një projektit madhe për fëmijë ose kur të rritën ose nuk i ndaloj, nuk jam xheloz, nuk jam fanatik. Normal, na shqiptarët kemi pak xhelozin, pak e rujm kështu për veti edhe pse unë ka herë, më thonë i ngacmoj e shfaqi, po kur është në pyetje diçka që për të ardhmen e tyre, atë normal që i përkroj.